thuaj se nuk kam parë asnjëherë rregullore urdhrat dhe komunikatat e UÇK-s dhe nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s. Të akuzuarit kanë kryer krime kundër kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. Pavarësisht frikrave, kërcënimeve, stigmës dhe pavarësisht të këtyre situatave me cilët janë përballur dëshmitarët e familjet e tyre nga një grup i kufizuar po me zë në Kosovë, këta dëshmitarë e kanë dëshiruar kaq shumë të vërtetën që të dalë në pa, sa pavarësisht të gjitha pengesave kanë përzgjedhur që të bashkëpunojnë me zyrën time dhe të japin dëshmi përpara kësaj gjykate. Të gjitha i kanë bërë në përpjekje për të ndihmuar për krijimin e një historiku të besueshëm dhe të ndershëm të ngjarjeve nga 1998 dhe 99, ku mbi 100 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë abuzuar në dhe për rreth 50 plus kampe ndalimit të UÇK-s. Kjo çështje ka të bëjë me qëllimin e këtyre 4 të akuzuarve për të fituar dhe për të shtruar kontroll në të gjithë Kosovën. Kjo vendosmëri për kompetencë dhe për fuqi u has me diçka dhe kjo kishte të bënte me persona të cilët i kishin dalë përpara dhe që konsideroheshin si oponent, persona të cilët ose ishin ose perceptoheshin që ishin bashkëpunëtor me forcat serbe ose zyrtar serb, ose institucione shtetërore, ose që nuk mbështesnin synimet dhe mjetet e UÇK-s dhe më pas të qeverisë së përkohshme të Kosovës. Shpesh u përfshiheshin personat të lidhur me LDK-n, persona me etnicitete rome edhe serbe. Dhe në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre, të akuzuarit kanë kryer krime kundërshtarëve të tyre të perceptuar për të pasur kontroll në gjithë Kosovën. Të nderuar gjykatës, keni dëgjuar dëshmi të prokurorisë, të dëshmitarëve të prokurorisë të thërritur në këtë çështje, përfshirë këtu dhe anëtarë të UÇK-s. Gjithashtu edhe kosovarë nga fushat ndryshme të jetës, viktima të ndryshme me etnicitete të ndryshme dhe anëtarë të familjeve të tyre, si edhe disa ndërkombëtarë të cilët kanë qenë të pranishëm në Kosovë në 98 dhe 99. Dëshmitë e gjithë dëshmitarëve, si dhe të gjitha provat shkresore, video ose forensike, tregojnë se këto krime janë kryer dhe se të akuzuarit mbajnë përgjegjësi ligjore për to. Gjykata gjithashtu ka dëgjuar dëshmi drejt për së drejti nga disa dëshmitarë të mbrojtjes, nga 7 dëshmitarë të mbrojtjes, të gjithë ndërkombëtarë, të cilët ishin të përfshirë në përpjekje për të sjellë paqe dhe administrim të Kosovës dhe që duhet të përgëzohen për përpjekjet e tyre. Por ndërkohë që përfshirja e tyre në këtë çështje dhe konstatimet e kufizuara të tyre kanë vlerë për këtë gjykatë, puna e kësaj gjykate është tërësisht e ndryshme. Për pjesën ndërmuese, 7 dëshmitarët ndërkombëtar janë hedhur në një situatë me pak informacion lidhur me aktorët kryesor të përfshirë, nuk e kanë folur gjuhën atë kohë, kanë ndërvepruar ballë për ballë me aktorët kryesor vetëm për pak herë. Dhe thuajse nuk kam parë asnjëherë rregullore urdhrat dhe komunikatat e UÇK-s dhe nuk ishin fare të njohur me strukturën e UÇK-s. Për kontekstin e punës së tyre konkrete, kjo shtresë e pakët informacion mund të ketë qenë mjaftueshme, por është absolutisht jo e përshtatshme për të nxjerrë fakte dhe përgjetjen e fakteve të sakta nga kjo gjykatë. Të nderuar gjykatës, ne do tregojmë disa diapozitiv gjatë ditës së sotme dhe dëshirojmë të them që gjithë diapozitivat e përdorura prej nesh mund të transmetohen për publikun në përjashtim të rasteve kur do të themi ndryshe. Kjo mungesë informacione është përshkruar më së miri nga një dëshmitar i vetë mbrojtjes, zëvendësi i unikut, i cili ndërkohë që ofroi që të shpjegonte për gjykatën rolin e një diplomati dhe se si ato mbërrinin në gjykimet ose vlerësimet e tyre, tha si më poshtë. Citoj: "Është detyrë, rol i gjykatës që, për aq sa është e mundur, të mbledh prova empirike." Mbase mund të jetë pak e paqartë që kjo nuk është mënyra se si funksionojmë dhe si punojmë ne si diplomatë dhe paqëbërës për të mbërritur në përfundimet tona.
Diplomatët e dinë që prej fillimit që thuajse gjithmonë ata nuk do ta dinë asnjëherë historinë të plot. Atyre ju duhet që të bëjnë gjykime, të bëjnë strategji, të këshillojnë qeveritë e tyre mbi bazën e informacionit domosdoshmërisht të paplot. Ktu përfundoj citimin. Dhe ky informacion i paplot sigurisht pa diskutim lidhet me atë që është shumë e rëndësishme për këtë gjykatë dhe që duhet të përcaktohet si përparësi për kësaj gjykate, që janë provat empirike. Kjo është e vërtetë jo vetëm për zëvendësin e unikut që e thash përejmisht atë në dëshmi, por është njësoj vërtet edhe për dëshmitarët të tjerë ndërkombëtar të thirrur nga mbrojtja në këtë çështje gjyqësore. Fatkeqësisht, ky gjykim nuk e ka shpëtuar klimës së friksimit të dëshmitarëve që ka qenë insistuese edhe e shtrirë në kohë dhe që ishte parashikuar prej nesh që prej fillimit. Dhe deri në masën që gjykata duhet të konsiderojë ato për ta bërë një vlerësim të drejtë të besueshmërisë dhe mbështetshmërisë të dëshmitarëve. E vërteta është që dëshmi për këtë kanë qenë edhe disa prej përpjekjeve që kanë ndodhur këtu në Hag. Pavarësisht kësaj, gjykata ka prova të shumta